Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eoma i dregoi se po ndahej nga jeta. Pirro Çako më tha, pemës po i fiken dritat. I ftuar në një emision, Pirro Çako ka ndarë një nga rrëfimet më të ndjera për jetën e tij personale, duke folur hapur për humbjen e së ëmës Luiza Çako, e cila u nda nga jeta në shtator të këtij viti. Gjatë bisedës, artisti u ndal te kënga që i ka dedikuar asaj, duke zbërthyer kuptimin e disa vargjeve që mbajnë një ngarkesë të fortë emocionale. Një prej tyre është dritat e pemës s'ka kush mi ndriçon, lidhet drejt për drejt me një kujtim shumë personal mes tij dhe të ëmës. Pirro tregoi se vite më parë i kishte blerë nënës një pemë jete, të cilën ajo e mbante gjithmonë pranë, sidomos gjatë periudhave të vështira shëndetësore. Sipas tij, pema ishte kthyer në një simbol shprese, si një shenjë force dhe mbrojtjeje. Ishte sikur ajo pemë e ruante, sikur Zoti e mbante, rrëfeu ai. Momenti më tronditës erdhi kur e ëma, pas 5 vitesh, i foli për herë të parë për dritat e pemës. Ajo i tha se po i dukej sikur dritat po fikeshin dhe se kishin mbetur shumë pak ndezur. Pirro tregoi se në atë çast e kuptoi mesazhin e heshtur që ajo po përpiqej t'i përcillte. Kur u afrua për ta parë nga afër, pa se vetëm një pjesë e vogël e dritave funksiononte ende. Një javë më pas, Luiza Çako u nda nga jeta. Pirro tha se ky kujtimi ishte rikthyer natyrshëm ndërsa ishte pranë pianos, duke u shndërruar në frymëzim për vargjet e këngës.